Epizodi 23 Në podcastin flasim në rubrikën Shënimet e javës, kryeministri Edi Rama e nisi mesazhin e tij me një referencë nga letërsia botërore, duke sjellë historinë e personazhit Fabrice Del Dongo nga romani i Stendhalit, si një metaforë për zhgënjimin që vjen kur idealet ndërtohen mbi iluzionet dhe jo mbi realitetin, siç u shpreh ai. Rrezikshme është që idealet t'i lësh të ndërtohen mbi iluzione, apo më keq akoma, t'i lësh në duar të cilat mund të kthehen në pengmarrëset e tua. Kryeministri theksoi se në epokën e rrjeteve sociale dhe algoritmeve, qytetarët mund të ndikohen nga narrativa të rreme që largojnë vëmendjen nga faktet. Algoritme që nuk kanë asnjë interes për të vërtetën, po vetëm për vëmendjen tonë, narrativa të rreme, rrugë të gabuara dhe shëmbje të dhimbshme iluzionesh. Duke ju referuar protestave kundër projektit në Nart, Rama tha se respekton shqetësimet e qytetarëve për mbrojtjen e mjedisit, por kërkoi që çdo pretendim të mbështetet mbi fakte konkrete. Thjesht, pirja ime është me respekt për motivin, nuk duhet përjashtuar detyrimi për të verifikuar faktet. Sipas kreut të qeverisë, ekziston rreziku që qytetarët të përdoren nga grupe me interesa të tjera politike apo ideologjike, të cilat nuk lidhen drejt për drejt me mbrojtjen e mjedisit. Njeriu mendon se po mbron flamingot, se po mbron Zvërnecin, se po mbron Shqipërinë, ndërkohë që po mbron interesat e dikujt tjetër. Rama deklaroi gjithashtu se debati rreth projektit duhet të fokusohet te përmirësimi i tij dhe jo te kundërshtimi paraprak i një nisme që ende nuk ka marrë formën përfundimtare. Për të diskutuar për një projekt i cili ende nuk është gati dhe për të marrë me si projekti mund të bëhet sa më i shkëlqyer. Në përfundim, kryeministri Rama përsëriti se mbrojtja e mjedisit dhe zhvillimi mund të ecin paralelisht, duke kërkuar një debat të bazuar në fakte dhe jo në emocione apo narrativa të krijuara nga dezinformimi.